Të nderuar xhamatli, e falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastër të tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin i shprehim Allahut Zotit ton. Zotin ton e falenderojmë për i ti falje, udhëzim, mirësi, rahmet e mirëqiri kërkojmë. E u dërgojmë selavatë dhe selamet tona më të sinqerta pejgamberëve të Zotit xhelleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti, vullës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhelleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastërt që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës. E ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, rahmeti, mirësia dhe begatit e Zotit xhelleshanuhu qofshin mbi të dhe mbi ne besimtarve musliman që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e duke e ndje në palc krenarin, mirësin, përparimin, përparësin që e kemi se jem ymet i Muhammed Mustafas sallallahu aleyhi wasallam. E ky fakt neve na ngrit dhe na ndrit gjithë jetën. Por mbi të gjitha, në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj të mirësive të panumërta dhe të pafundme, e që ndryshe është quajtur edhe muaji i Kur'anit. Sepse realiteti kryesor është se ky muaj e ka marrë këtë madhështi për shkak se në të është nata e Kadrit. Pra tër muaji e ka marrë madhështinë për shkak të natës së Kadrit. Dhe nota e Kadrit e ka marrë këtë madhështi për shkak se në të ka fillu me zbrit Kur'ani. Pra gjithë qka që kena ndëgjue, që keni ndëgjue, që keni lexue, që kena spjegue për muajin e bekuar të Ramazanit, për madhështinë e këtij muaji, për mirësitë e këtij muaji të panumërta dhe të pafundme, janë për shkak se në të ka fillu zbritja e Kur'anit. Po atëhere pra, hajde na pak ma shumë t'i qasmi asaj që ka bo shkaktor me bo krejt këtë madhështi. Hajde ma shumë t'interesohemi e t'punojna, e t'a shfletojna, e t'a praktikojna ma shumë Kur'anin, sepse që aty ku ka problemi, që aty ku ka strumbullari, ku ka rreth Kur'anit. E i cili nuk është vetëm me e lexue na për mi mbush ligjeratat tona në hutbet tona, nuk është vetëm me e lexue na mas Fatihas në namazet tona, nuk është vetëm me e lexue na edhe me kojt me lët ka ta lexojna se një shkrujnë i ka 10 sevape kush e lexon në Kur'an. Nuk është veç për këtë. Bile mendoj që më minorja është kjo. Më e modhja e Kur'anit është me jetue me Kur'anin. Me ra dhe me uzgjue me Kur'anin. Se kur e pyetën gruën e Resulullahit alayhi salatu vesselam, po dhe shokët e pejgamberit kur janë pyet, si ka qenë pejgamberi alayhi salam? Çush është dok, çush o kon në jetë? Kanë thonë kështu: ai ka qenë Kur'an i gjallë që ka ecë mbi tokë.
Për çka? Sepse ai që e kemi yrnek për jetë, yrnek e kena për jetë, shembull për në çdo aspekt të jetës, e kem pejgamberin alayhi salatu vesselam. Ai ka qenë Kur'ani gjallë që ka ecën mbi tokë, qysh? Duke e praktikue Kur'anin në jetën e tina në çdo aspekt. Duke punu me Kur'an, duke jetu me Kur'an, duke flejt me Kur'an, duke uzgju me Kur'an, me familje Kur'an, me njerëz Kur'an, me miq Kur'an, në xhami Kur'an, në rrugë Kur'an, në shkollë Kur'an, çdo kund Kur'an. Kur'an i gjallë që ka ecë mbi tokë. Të cilin mesazh gjeneratat e para të pejgamberit alayhi salam e kishin kuptu dhe e kishin vepru dhe e kishin zbatue dhe me të arritën jo vetëm në aspektin shpirtëror, po dhe në aspektin shkencor, edhe në aspektin ushtarak, edhe në aspektin shtetëror, edhe administrativ, edhe në të gjitha çështjet. Duke e zbatu Kur'anin, muslimanët me kon të port në të gjitha çështjet. Për atë arsye, në rikujtim se fatkeqësisht nuk na ka marrë diçka më shumë, e po do të gjithmonë me i kujtue ata tjerë që kanë bo. E që në realitet të këndosht me folë sot na qka jina të bohe. Na qka përbojmë, na qka kena zbuluhe, na qka kena punue me Kur'anin. Po na Kur'anin ma shumë se me folë namazin nuk e zbatojnë a fatkeqësisht. Ma shumë se mi mush ligjerotat tona këtu para juve, fatkeqësisht nuk e zbatojnë. E kjo është shumë fatkeqësi e madhe. E ata që kishin kuptue se du të me jetue me Kur'anin, me punue me Kur'anin, me zbatu në jetë Kur'anin, janë zbuluesit e të gjitha shkencave botërore. Cilën do shkencë që e përmenni jo dhe që përmenum në sot, muslimanët gjeneratat që e kishin kuptue drejt çka është Kur'ani dhe për çka urdhë Kur'ani, i kanë zbulue. Me matematike, me aritmetike, me çdo gjë. Të gjitha. Dhe na, duke pritue tani me vazhdue ato çka është e duhur dhe çka duhet me e bo, e kemi lënë edhe i kemi lënë në duart e të tjerëve. Dhe sot, fatkeqësisht prej Kur'anit na ka met veç me lexue në namaze, me lexue për sevape, me lexue në hatme në Yasin për shpirtat tonë dhe për shpirtat e njerëzve të vdekur, edhe çka që është Kur'anit e na, fatkeqësisht. Gjo që kjo është më minorja që e ko Kur'ani. Kërë këtë madhështia ka dhonë botës, muajt të bekuar të Ramazanit, e na fatkeqësisht nuk e përdorim ashtu që duhet, edhe aty ku duhet, edhe aty kur duhet. Për ma shumë, Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu në një sure të bekuar kur ka fol rreth natës së Kadrit ka thonë Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lejletil Kadr. Ne Kur'anin e kemi zbrit në natën e Kadrit, ato që e thamë më herët. Voma edrake ma lejletul Kadr. Allahu e ka përdorur një formë shumë madhështore. Sikur na ka herë kur e përdorum edhe i thojna dikujna, hey, a e din ti me kënë ki të bëj? A e din ti ndore në kujna i?
A e din ti në shpinë e kujna je hi, hej? A e din me kod ka beku Allahu xhalleshanu? Dojna mi kallzu diçka t'jarëzakon shumë të modhe, shumë interesante. Hej, a e din more djallë ti, a e din more burr me kokit bëjti, ku ke orë, ku t'ka qitë zoti. Allahu qështu për nga drejtohet, për thët, wa ma e droke ma lejletul kadr. A e din ti qka është nota e kadrit, hej? Lejletul kadri khajru min alfi shahr. Ajo është ma e dobishme, ma e lavdishme, ma e bekuar, ma e madhe, ma me vlerë se 1000 muaj. So ma e madhe, Allahu alem, Zoti e din mas miri. A mundet me konë sa 2000 muaj, po mundet me konë? Se kemi do bëj me mshirusin e mshirusve, me Allahun kemi të bëj. Ai nuk u kursy, kur ka pos të bëj me neve, njerëzit, me krijesat e tina. Pa mi afton edhe sa 1000 muaj, po qysh nuk mi afton mëre? Pa pak është 1000 muja, 83 so vite. Po, ajetin vazhdim, na të regon edhe diçka tepër më rëndësi. Që thot të nezzelul me laiketu vë rruhu. Në këtë not, zbresin me lajket edhe Gjibrili, krye me leku. Dhe ato zbresin me të gjitha çështjet, me të gjitha përcaktimet që kanë me ndodh prej notës kadrit deri notën tjetër të kadrit. A e kuptum për veten tëmë dhe për juve? A e përsërisim edhe një herë? Në këtë notë zbresin me lajket në tokë, bashkë me Gjibrilin a.s. krye me lekun, dhe morrin të gjitha urdhrat për të gjitha çështje që kanë me ndodh për mua, për ty edhe për neve dhe për familjet e tona, edhe për njerëzit e tonë, edhe për vendin tonë, edhe për shtetin tonë, edhe për çdo gjë deri notën tjetër të kadrit. Gjithçka përcaktohet në çet notë. Nota e përcaktimeve është quajtur ndryshe. Pikërisht për shkak se me të vërtetë në këtë notë për një me përcaktohet gjithçka. Në çet notë përcaktohet edhe kaderi dhe kadoja, edhe fatkeqësitë që kanë më na ndodh neve. Edhe sa herë këna mu smu na, edhe sa herë kanë më në smu fëmija jonë, edhe sa ko me konë kaderi i madhe dhe i vogël, përcaktohet në qëtë natë. Edhe çfarë smundje kemi me pas, edhe sa kena me pas bereqet, edhe sa kena me pas sukses në punët tona, në fabrikat tona, në familjet tona, edhe qatë lutjen e shpirtave dhe zemrave tona, që ja kena bo Allahut xhalleshanuhu me vitet të tona, o Zot, posh madhnin tone. Plëcëma qitë dëshirë, plëcëma qitë lutje, nuk kam tjetër dëshirë, nuk kisha dosh tjetër në botë, njetë, kur gjo, veç me mu shëru e thëmija jam sot. Veç me po, fëmin tem sot shërum, nuk kisha dosh kur gjë njetë, se veç me gjbohe, me këthy edhe njëherë kohën mropa, edhe mes me jalon fëmijës tem fillon gjojen, e mos mu pas dol fëmija jem me kerë, e mos me pas dol fëmija jem me matar, e mos me pas dol fëmija jem notën, e mos me pas shku fëmija jem me fillon shoqënien, e mos me pas shku fillon venin, e mos me pas lon dhe shku këtu, e mos me pas lon me bo ato, sa none e sa bobe e sa prindi, konë për mi, trupin e fëmijës dvet, të lëndum
e të smum në për krevetet e spitaleve në qitë natu përcaktu e mosa që ka me ndodhë. Në qëtë natë në të cilën na ndoshta isholla ju s'kisha dosht në fund botës me ditë njeri në përgjësi e musliman në veçanti që të pakten qëto 10 net në të cilin është nota e kadrit i ka kalue sikur rëndon netet e tjera. Në për kafiteri, në për rrugë, të flejt gjumë, pa orë mi falë bilet pakten teravit, në i namaz note, një 2 reqate. Mos e leni këto 10 net pa i falë për natë teravit, o vllazni, nota e përcaktimeve. Gjdo gjo që të ndodhë ty edhe mu, prej kësaj note, deri notën tjetër të kadrit, o përcaktuen që të natë. Edhe përcaktohet në qëtë natë. Edhe kur jem na ma ofër ati përcaktusit që javë ep urdhrat me legve për mi zbatu për një vit, na i thujna, o Zoti jam, unë jam gjunahqar, unë e bëj gjunohë, unë e bëj gabime, unë e kom familje, kom fëmi, kena njerë që kanë nevojat mëdhaja, kena vllaznijat e në për lufta që shkun poshtë krejt, pa kur far nevoje, pa kur far arsyje. O Zot, zvoglëma pak taksirotin, zvoglëma pak smundjen. O Zot, zvogleja smundje fëmijës tem kur ko me rrugë gjatë këtyne ditëve. O Zot, kur tu më sprovojsh me na i sprov, forcëm të bohna pak ma i fort me të i kalu ma letë të sprov. Nuk o morre me shku një qësh ati në dhumën tone edhe me ju drejtu Zotit tonë miron sejgjë dhe po me të rathu edhe ne i lote me dollë, kur gjë nuk është, se para Zotit tonë për dhe luti. E mi thonë, o Zotit jam, o në gjitha të jam gjunahqar, jam mëkatar, kam gabime, kam gjunohe, kam shumë të meta, kam orë dita e gjykimit, kam orë nota e vorrit, kena me konë vetë pa kërkën. Krejt kënë me nga i këthy shpinën, ma doshurit tonë, kanë me nga lodhë vetë. Më ne o vllazni, e me bo më ja këthy nga shpinën ati përcaktusit, që kanë thonë me loqet, kur ti lutet tani Zotit, dikush prej neve që s'ju kena lut as njëherë, me loqet mënohen me afru lutjen tonë të Allahu, e tatina që s'ju ka lut shpesh e largojnë, e mshefin. E Allah ju thët, pse po bëni kështoj me loqet e mija? Po i thujnë o Zot, po të lutet një Zot që s'pe njohum, s'tu ka lut kur, atë notën e përcaktimeve, a i ka flejt, e tash po konë për mi trupin e fëmijës vetë, për mi dhimbjen e vetë, për mi fatkecin e vetë, për mi nevojen e vetë, për mi hollin e vetë, për mi brengen e tina. Që mi bo këti? S'tu ka lut atë notë, e ku je konë të atë notë që i përcaktoj shumë në senet, pse nuk erdhe, a ke pos nevoj po, a ke pos arsyje po, a ke pos dhimbje po, a ke pos familje po, a ke ditë qatë notë që e ki familjen, e që i ki fëmin, e që kanë me të smu, e që ke me pos nevoj, e që ke me pos sënime, e qëllime njët, po vëlle e kum ditë, e qysh flejshe, me qfar zemre, me qfar zemre muslimoni, flen këto 10 net, në notën e përcaktimeve, qysh e mërë gjumi. Në një notë kur zbresin me loqet e vërshojnë tokën krejt, edhe bojnë ibadet me neve bashk. Vinë me bo bashk me neve ibadet në për xhamia tona, në për vendbanime tona, në për shtëpite tona.
Mos jam shilni dyrt me lajkeve të Allahut xhelle shanuhu. Mos jam shilni dyrt mëshirës Zotit xhelle shanuhu. Çunë rrini bashkë me to, bëni ibadet, madhroni e falenderoni Allahun te bareke ve taala. Lutni ato për përcaktime më të mira. Ajo kryesorja që është këtë natë me lekul mauti, me laçja e vdekjes, e merr regjistrin e atyne që kanë me vdek prej natës kadrit deri në natën tjetër të kadrit. O Allahu Zoti jon, nëse unë jam njëni prej atyre që do të futem këtë listë, mëshirom ja Rabbel Alamin. Ja Rabbel Alamin, nëse dikush nga ne që patjetër do të jetë në këtë listë, se kem plot prej atyre që Ramazanin tjetër i kemi pas bashkë me veti këtu, e sot si kem. Mëshirona ja Rabbel Alamin. O Allah, na nxjerr nga lista e të dënuarve, të ndëshkuarve, ati ku na me vepra tona e meritojmë dëshkimin, e ti me mëshirën tone na fut dhe na qit në listën e xhenet live dhe të shpërblyerëve. Ja Rabbel Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.